Edhe pse Kuvendi Komunal në shkurt të vitit të kaluar ka rritur koeficientin e ndërtimit në Ferizaj me revidimin e planeve urbane, ky pushtet po vazhdon të jap leje ndërtimi me plane të ish pushtetit. Kjo po ndodh pasi Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor nuk e ka njohur si legjitim vendimin e komunës për revidimin e këtyre planeve. Sot në një konferencë me gazetar, drejtori i urbanizmit Fai Grajinca tha se në këtë proces qeveria lokale ka stagnuar, ndërsa shpreson që zgjidhja do të bëhet tek pas miratimit të planit zhvillimor dhe hartave zonale. Ndërkaq, për mos zbatimin e vendimeve të veta, Grajinca fajson zyrtar që punojnë në Ministrinë e Mjedisit. Është një stagnim sa i përket në kërkesat për leje ndërtimore për shkak të koeficientit të vogël që vazhdon të mbetet në qytetin tonë dhe ne de facto do të bëjmë përpjekje që natyrisht dhe me interesimin e qytetarëve, me interesimin e ndërtuesve që këtë koeficient arrisim me planin zhvillimor komunal dhe me hartën zonale të komunës sonë dhe shpresoj se ndërtuesit që tash për fat keq disa ndërtues të mëdhej na kanë ikur në qytetet e tjera pas aprovimit të këtyre dy dokumenteve të kthehen për arsye se sipas mendimit të tyre kërkesat për banem në komunën tonë vazhdojnë të jenë ende enorme. Për fat keq, për qëllime krejtësisht sabotuese, Ministria na i ka rikthy këto plane urbanistike, ndoshta ka qenë edhe një gabim i ynë i komunës që i kemi pranuar për arsye se ligjet i përcaktojnë shumë mirë që komuna mund të mos i pranoj sugjerimet e Ministrisë, por ne nuk kemi dashur si të hapëm ndonjë konflikt me Ministrinë dhe i kemi pranuar ato vrejtë dhe sugjerimet e tyre, por si do të qoftë jemi në proces që ato do t'i rregullojmë tash me planin zhvillimor dhe me hartën zonale. Në këtë takim me gazetar, Grajinca njoftoi edhe për procesin e hartimit të planit zhvillimor komunal dhe hartave zonale, këto dokumente për të cilat pushteti lokal po punon paralelisht, sipas Grajincës do të përfundojnë në fund të këtij viti. Ne kemi filluar de facto me këto dy dokumente, në veçanti jemi duke ecur më shpejt me planin zhvillimor komunal. Për këtë qëllim i kemi formuar më njëherë grupet sektoriale, i kemi caktuar bartësit e grupeve sektoriale dhe jemi në fazën e grumbullimit të shumë shënimeve të cilat na nevojiten për të hartuar planin zhvillimor. Pra, jemi duke i mbledhur të gjitha ato shënime që kanë të bëjnë me shumë çështje, me zonat bujqësore që do të përcaktohen në planin zhvillimor komunal, me zonat ndërtimore, me zonat e gjelbërta, do t'i përcaktojmë pyjet, do t'i përcaktojmë hartën hidrografike, do më thonë lumejt, t'i përcaktojmë zonat e mbrojtura. Jemi duke punuar dhe duke grumbulluar shënime dhe me për hartën zonale të komunës, por që de facto janë shënime të njëjta, pra që na shërbejnë edhe për hartën zonale dhe jo rastësisht këto dokumente i kemi filluar thuja se për një herë dhe do të shkojmë në mënyrë paralele, natyrisht edhe me sugjerimin e Ministrisë Planifikimit Hapësinor dhe mund të them se po ecim mirë. Komuna Ferizajt për planin zhvillimor komunal me 23 qershor do të organizojë një tubim publik me qytetar. U tha se tubimet të ngjashme, Drejtoria e Urbanizmit do zhvillojë edhe nëpër fshatra të kësaj komune.